Detaje të rënda u zu poshtë nga guri teksa punonte me skrep 43 vjeçari humb këmbën. Të tjera detaje janë zbardhur nga ngjarja e rëndë ndodhur në Borsh, ku një punonjës guroreje u aksidentua gjatë punës. Gjatë procesit të punës, një gur i madh është shkëputur duke e zënë poshtë drejtuesin e një skrepi, shtetasin Adnan Hysi, 43 vjeç. Si pasojë, 43 vjeçari ka mbetur i dëmtuar rënd dhe është transportuar menjëherë drejt spitalit të Sarandës. Sipas burimeve, i plagosur i ka pësuar politrauma në gjymtyrët e poshtëm, duke shkuar edhe në humbjen e një gjymtyre. Pas dhënies së ndihmës së parë dhe stabilizimit fillestar në spitalin e Sarandës, Adnan Hysi është transportuar me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim më të specializuar mjekësor.